Jemi në bregdetin e Gjirit Lagzit apo në zonat cilat ne ndërhym pas vlerësimeve entomologjike. Pra bëhet fjalë për ato zonat cilat janë vendodhje, vend grumbullimi larvave të mushkonjave. Kemi nisur procesin qyshherët në fakt, duke u shtrirë nga veriu në jug, kryesisht në zonat vi bregdetare. Ajo që duhet theksuar është që së bashku me Institutin e Shëndetit Publik, ekspertët, por edhe me njësitë e kujdesit vendor shëndetësor, ekipet janë në terren për vlerësuar dhe për të kryer procesin rast pas rasti. Është një proces i cili kryhet periodikisht, çdo 2 javë, mbasi bëhet një dezinsektim i tillë, vinë ekipet dhe bëjmë vlerësimet entomologjike, nëse ka qenë efektiv procesi, deri përsëritet sipas nevojës. Është e domosdoshme bashkëveprimi edhe koordinimi me bashkitë, me operatorët privat edhe me pa diskutim sektorin e shëndetësisë, me qëllim fundor shëndetin publik të popullatës. Si po ecën procesi dhe çfarë do duhet që të kemi konsiderat gjatë kohës që e realizojmë, me qëllim që të kemi atë lehtësimin nga pesha e faktit që procese të tilla të rëndësishme për shëndetin e popullatës janë duke shkuar ashtu siç duhet dhe i shërbejnë në fund të ditës shëndetit qytetarëve. E vërtet, Ministre, ne faktikisht jemi në trajtimin e 4 që jemi duke bërë në rajonin apo në lotin e Durrësit, specifikisht në Gjirin e Lagzit. Janë vlerësuar të gjithë nivelet e habitateve nga kanale, puseta, laguna apo habitate të tjera siç mund të jenë bodrumet, pallateve apo të ndërtesave që janë në funksion edhe në ngritje e sipër, dhe çdo vlerësim që është kryer, qoftë nga specialistët e një VKS-s, bashkërisht edhe me specialistët e Institutit të Shëndetit Publik, kanë vlerësuar këto habitate dhe ky trajtim i 4 sigurisht do të pasojë me trajtime të tjera që do të përfundojnë deri në fund shtatorit, java e parë e 2 tetorit. Janë bërë deri tashmë rreth mbi 77 hektar në këtë trajtim të 4 dhe ndërkohë mbi 6.000 metra katror, bodrume dhe kanale, puseta, të gjithë llojet e habitateve. Sigurisht rezultati shihet sepse ulet një nivel i bezdisjes popullatës, po ndërkohë sigurisht dhe ulet dhe popullata e mushkonjave, sepse ne luftojmë nga niveli larvës për të mos sjellë mushkonjën adulte. Nga ana tjetër, paralelisht është duke vijuar me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor edhe monitorimi i sëmundshmërisë që vjen nga pickimet e mushkonjave. Ne do ta vijojmë procesin ashtu siç e theksuat deri në fund të shtatorit, por edhe do të jemi duke kryer si proces dezinsektimi, po ndërkohë e rëndësishme të theksojmë fort që secili operator privat apo biznes që operon në vijën bregdetare, sidomos do duhet marrë masa vet brenda zonës ku ushtron biznesin e tij apo aktivitetin e tij, që të mbajnë sa më pastër ambientet, po në ndërkohë edhe të kryen vet proceset dezinsektuese, dezinfektuese sa i përket ambientit ku operojnë, po në ndërkohë edhe mbeturinave, papastërtive që në periudhën e verës për shkak të temperaturave të larta, patjetër që krijojnë problematika. Ne vijojmë të bëjmë punën tonë, ndërkohë ju vijoni të bëni vlerësimet tuaja, edhe njësitë e kujdesit vendor patjetër që të vlerësojnë sa më mirë ato zona ku do duhet të ndërhyhet dhe ku jemi aktualisht duke ndërhyrë.